Në fakt punë kemi sot, po është obligimi qendror ose obligimi kryesor i çdo shtetari sot për me votu. Apo pra ndryshime diçka në aspektin edhe të sportit, president, nga një qeveri e re që mund vije? Mendoj që këto zgjedhje uroj dhe mendoj që do të cilin siguri. Sigurisht që siguria e një pushteti institucional besoj që jep edhe të mirat e saj edhe në jetën e përditshme, në ekonomi, në sport dhe në të gjitha aspektin.